çfarë bën për botën e ke për kokën. Pra, çdo të keqe që i bën tjetrit, mos mendo se ja bën atij, por ja bën vetes sate. Bota është si pasqyrë, çfarë jep, atë merr. Në dhjetën e re, na thuhet, pikërisht në letrën drejtuar Galatianëve: mos u mashtroni, Perëndia nuk përqeshet, sepse çdo njeri korr atë që ka mbjell. Tek Ungjilli Mateut na thuhet, sepse me atë gjykim që gjykoni, do të gjykoheni. Ndërsa te Ungjilli i Lukait na thuhet, jepni dhe do t'ju jepet, sepse me masën që matni, do t'ju matet përsëri. Pra, në dhjetën e re, ideja është e qartë. Çfarë të mbjellësh, do të korrësh. Mbjell ligësi, do të korrësh ligësi. Mbjell përgojime, do të korrësh përgojime. Mbjell thashëtheme, do të korrësh thashëtheme. Mbjell fjalë të këqija, do të korrësh fjalë të këqija. Pra, në gjuhën e popullit, kjo shprehet me fjalët: çfarë bën për botën, e ke për kokën.